A e dini çka po ndodh në një sektor tjetër ku Arben Vitia e ka caktuar çmimet? A e keni dëgjuar ndonjë qytetar në Republikë të Kosovës të thonë që është ul çmimi i barnave? Jo, nuk është ul, ministër. Veç janë bo do milionera aty në Ministritë të Shëndetësisë, se duhet me gjetë lidhjen me art që tim ja u bo aty në çmimin çfarë kanë qef. Që sa i përket milionerve, deputetja Bajrami ka përmendur edhe disa herë pa asnjë arsye, apo ndoshta ka edhe ndonjë arsye. Sepse shumica e këtyre milionerve, e këtyre kompanive, janë bërë në kohën e LDK-s, edhe janë për krahas të LDK-s zonja Bajrami, kështu që është shumë e rëndësishme si po i njeh kaq mirë mënyrë direkte apo indirekte. Kur flisni me gjuhë të ulët, do me zot ulët dhe me gjuhë të moderuar, mos menoni që fshihni krimin edhe korrupsionin që e keni bërë 6 vjet. Jeni qeveria që i keni bërë 4.000 të nderën i burimor. Ti ministër, je qaj ministër që në grup punues se ke pas njerin që ta ka hartu listën e esenciale të barnave, ma vonë është dalë të kompania që 80 milion euro fiton të ndera, e të cilit ju kanë falë 2 milion euro aksione. Këto janë dhona publike, beso që asë njonin për i tyne nuk i një personalisht. Inderuar Ministër Kurti dhe inderuar anëtarë të qeverisë.